ka mbi 50% apo jo të 55% të anëtarëve të kuvendit. Dhe në farforme ky e ka autoritetin që nga ajo kohë të vazhdoj, domethënë qeverisë dhe pas zgjedhjeve të 7 qershorit, por matja vërtet do të kishte ndodhur ose për krahas asaj do të kishte ndodhur në rast se kemi sërish një kuvend dhe në rast se sërish hidhet në besim mosbesim kandidatura dhe vazhdimi së mosbesimi i Abdixhikut. Sidoqë që tjetë, kjo çfarë po shohim është një përpjekje e kryetarit aktual për Abdixhikut që të mbaj të bashkuar pak si me zor, kështu po e themi, LDK-n dhe unitetin për brenda. A ka arritur? Jo, kushtrim, nuk e ka arritur. Sepse nuk i duhet Lumir Abdixhikut prezencë e 33 kryetarëve dhe humbje elektoratit. O kupton, domethënë pse po shpjegoj pse kështu. Sepse në fundit Abdixhiku nuk është aty kryetari 33 degëve. Është kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, si një subjekti që ka shtrirje në gjithë Kosovën dhe ka elektorat në krejt Kosovën. Nëse ka 33 degë Rama që e mbështesin, po i bie pjesa më e madhe e partisë duke mbështetur. Kryetar degëve. Po degët e kanë në strukturë. Në esencë, këta kryetarët e degëve, nëse hinë